Receta me 2 përbërës që u heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Për kastravecin si trajtim natyral për fytyrën, me siguri që keni dëgjuar shumë më shpesh. Kastraveci rekomandohet shumë të aplikohet në zonën e syve kundër rrafëve të zinj dhe në të gjithë fytyrën sepse është i pasur me biotin, vitaminën A, vitaminën B1, vitaminën C, gjithashtu. Sot në këtë video do të flasim për mënyra dhe përfitimet e kësaj perimeje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Që vjen direkt në ndihmën e shëndetit tuaj të lëkurës. Duke qenë se është rreth 96% e kastravecit përbëhet nga uji, kjo nënkupton që falë këtij lëkura do të jetë më hidratuar dhe gjithashtu më e shëndetshme. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë spektakolare dhe mbi të gjitha do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të bukur. Kastraveci njihet për vetitë e tij qetësuese. Ju duhet më pas ta shtoni atë me efikasitet në recetat tuaja ditore dhe përfitimet që do të sjellë në shëndetin tuaj të lëkurës do të jenë edhe më efikase. Për këtë recetë do ju duhet një kastravec i vogël, 2 deri në 3 lugë gjedhe kos. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm për realizimin e kësaj recete, filloni me përgatitjen e saj. Për të krijuar këtë maskë ashtu si duhet të dëgjoni me vëmendje të gjithë hapat dhe më pas të përgatisni atë në mënyrën e duhur. Si fillim, këshillohet të glini kastravecin holl në rende dhe ta vendosni më pas atë në një enë. Më pas shtoni aty kosin dhe i përzieni mirë me një lugë të gjithë masën. Më pas masën e përfituar e aplikoni në të gjithë fytyrën dhe njësoj e pushoni duke mbajtur atë duke evituar kështu edhe pjesën e gojës. Këtë trajtim e mbani në fytyrë për të paktën 5 deri në 10 minuta derisa e gjithë masa të thahet. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Rekomandohet që kjo recetë të përdoret 3 deri në 4 herë në javë, duke evituar kështu entjet, fryrje dhe duke përmirësuar hidratimin e lëkurës. Kjo maskë do ju ndihmojë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur, gjithashtu edhe me më pak komplikacione. Një nga mënyrat më të mira për të kujdesur për lëkurën tonë, për rrullat, linjat dhe shprehjet, janë maska të përgatitura vetë në kushte shtëpie. Ju mund t'i jepni më shumë rini dhe shkëlqim lëkurës suaj me produkte natyrale të cilat i keni në kuzhinë, të cilat janë shumë të nevojshme dhe efektive në mbrojtjen dhe në dukjen e lëkurës tuaj, citojnë ekspertët. Për të bërë një maskë, e para gjë që duhet të dini është lloji i lëkurës që ju keni. Njerëzit me lëkurë të ndjeshme në të duhet të përdorin kosin, mjaltin, aloe verën, gjithashtu edhe të bardhën e vezës dhe vajin e kokosit. Ata me lëkurë që e kanë normale mund të zgjedhin produkte jo shumë të yndyrshme. Këshillohet që të shmangin përdorimin e vajrave tuaj thelbësor, pasi ato mund të shkaktojnë edhe reaksione alergjike nëse bie në kontakt me lëkurën tuaj. Për të bërë një maskë për fytyrën në kushte shtëpie kundër rrullave, është më e lehtë se kur. E vetmja gjë që ju duhen janë 2 fruta të vetëm, siç janë banania dhe portokalli. Merrni një banane të pjekur mirë, e shtypni me piru, shtoni një lugë çaji lëng portokalli në të. I përzieni mirë këta përbërës me njëri tjetrin dhe vendosni maskën në lëkurë të pastër. E lini që të veprojë për të paktën 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë spektakolare dhe do ju ndihmojnë të keni një lëkurë të shëndetshme dhe më pak komplikacione të saj. Realizimi i maskave natyrale në kushte shtëpie mund të ndihmojë në një hidratim më të thellë të lëkurës dhe mbi të gjitha të largojë komplikacionet e tyre. Përdorimi i maskave sipas tipit të lëkurës në kushte shtëpie do të jenë faktori kryesor në mbrojtjen e saj dhe jo vetëm. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm për të konsumuar, por janë të shumta përfitimet që ai do t'i japë si në shëndet ashtu edhe në pjesën e bukurisë. Janë pikërisht këto vlera që përmban kosi, të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse përdoren në formën e maskave.
pa nevojë për të shtuar asnjë përbërës tjetër. Kosi kthehet në maskë ekonomike për mirëmbajtjen dhe përfitime të duhura për shëndetin tuaj të lëkurës. Mineralet dhe vitaminat që gjenden te kosi janë vërtet të larmishme për mbrojtjen e saj dhe lehtësimin e problematikave të njëpasnjëshme. Ka një arsye pse kosi do t'jap lëkurës tuaj një shkëlqim dhe rigjallërim më të mirë. Kjo fal elementeve të saj ushqyes dhe gjithashtu ndihmën që mund t'jap edhe një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Përbërësit që ndikon më shumë në shëndetjen e lëkurës janë minerali i zinkut. Zinku, i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjallërimin e qelizave të lëkurës si dhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë e dimë se kosi përmban nivele shumë të mira të kalciumit. Ky mineral është shumë i rëndësishëm përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga problemet e radikaleve të lira. Ndaj, përdorimi i saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për lëkurën dhe mbrojtjen e saj. Acidi laktik është një nga produktet më fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e mbrojtjes së saj. Përdorimet të tilla të maskave kujdesit të lëkurës mund t'i japin gjithashtu edhe një mbrojtje më efektive kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, sigurohuni që të bëni përzgjedhjen e duhur të produkteve sa më natyrale edhe për mbrojtjen dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Por si ta përdorni kosin për një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur? Mjafton që të keni një filxhan kos dhe të hidhni në të 2 deri në 3 lugë çaji derisa të përzjeni dhe të formohet një masë e plotë. Më pas, masën e përfituar e vendosni me kujdes në të gjithë zonën e lëkurës dhe mbuloni atë si dhe pjesën e qafës. Këshillohet që ndërkohë të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje të lehta rrethore, për të nxitur një qarkullim më të mirë të gjakut gjithashtu. Kosi do të fillojë të ngurtësohet dhe do t'japë gjithashtu rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. E lini për 15 minuta dhe më pas i shplani atë me ujë të bollshëm. Kështu rezultatet që do të merrni nga përdorimi i kosit në maskat tuaja të bukurisë do të luajë një rol vendimtar në mbrojtjen e shëndetit. Kështu do të largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë, të cilat akumulohen vazhdimisht në shëndetin tuaj të lëkurës. Ndjekja e këtyre maskave në kushte shtëpie mund të ndihmojë që të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe me më pak probleme. Kështu, efektiviteti i saj në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës do të jetë gjithashtu një dukje më e mirë e shëndetit tuaj. Ndërsa për lëkurën e thatë mund të përdorni gjithashtu 2 ose 3 herë në javë maskat me kos. Kështu rezultatet që do të keni për lëkurën tuaj do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe do të keni gjithashtu më pak komplikacione të njëpasnjëshme. Nëse doni të keni rini dhe gjithashtu më pak probleme të rrullave, ndjekja e rezultateve të duhura të kushteve natyrale për mbrojtjen e lëkurës me maskat e duhura mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e saj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, sigurohuni që ato t'i përdorni me kujdes dhe në të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Gjalp, çaj, kamomili dhe bliri. Kjo recetë është shumë e vjetër dhe mund t'jap gjithashtu një mbrojtje më të mirë aktuale për shëndetin tuaj të lëkurës. Përzjeni një lugë çaji bime kamomili dhe të blirit në 100 ml ujë. I vloni ato për disa minuta, e mbuloni dhe e lini të qëndrojë ashtu për të paktën edhe 15 minuta të tjera. 4 lugë të lëngut të përfituar e përzjeni me 2 lugë çaj gjalp. Masën e përfituar mund ta ruani në frigorifer për së paku 4 deri në 5 ditë. Dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sa më mirë t'i përdorni recetat të përgatitura në kushte shtëpie, aq më shumë përfitime do të keni për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.